Da shi ta morim i gjiro gëtën 53-eshe. S'ka më të bukur si kjo kupe me 4 dyrë. Ne kena nisë në komfort, ta shohim mirë si është në komfort, pastaj do të çojmë Sport Plus, ta shohim edhe performancën. Tash në fillim kur ecë shumë komfort, impresionet e para është makinë e rehatshme, në fakt për disqet që ka, nuk është keq, i ka disqet mëdha. Tash normal me i E-klas dhe jetë edhe më rehatshëm si i ka amortizimin më të butë, disqet më të vogla, po edhe kjo kështu deri tash nuk duket keq me kaq pak të ecme. Ja, më GT me 4 dyrë është si konkurrente drejt për drejt, vetëm Porsche Panamera ka që ti shohësh edhe me çmim se seria 8 që bëm Gran Coupe 840 që ka edhe 850 që benzin, 840 që benzin, po si çmim, se shumë veta më thatë nuk konkuron me CLS-n ajo me CLS-n konkuron, se 840 që naftë është, nuk ka GT naftë, më thoshit konkuron me GT 53-eshe. GT 53-eshe është 20.000 euro më shtrenjtë.